Në konferencën e përbashkët me kreun e SPAK Altin Dumani, kryeprokurori i Barit Roberto Rossi deklaroi se bashkëpunimi efikas mes dy vendeve dha rezultate teje të mira, referuar operacionit më të fundit. Rossi lartësoi punën e strukturës së posaçme në goditjen e krimit, ndërsa theksoi se mafia shqiptare është një forcë e madhe ndërkombëtare që duhet luftuar. Jam shumë i lumtur që gjendem këtu për luftën kundër mafias dhe narkotikëve. Che viviamo insieme tra la Procura di Bari që ndajmë së bashku mes prokurorisë së Barit e le autorità giudiziarie albanesi dhe autoriteteve gjyqësore shqiptare. Kemi punuar dhe vazhdojmë punojmë prej 10 vjetësh për arritjen e objektivave të përbashkëta, për të luftuar krimin në Shqipëri apo në Itali. è la stessa cosa. Është e njëjta gjë. Jemi të ndërgjegjshëm që autoritetet e hetimit shqiptar dhe në veçanti SPAK Capaci janë shumë të afta kapjen e veprave insieme con noi. bashkë me ne. Kjo afërsi dhe kjo forcë e përbashkët Veramente importante. është shumë e rëndësishme, a sottolineare. e theksoj përsëri. Fat keq mafia shqiptare e dim është një forcë ndërkombëtare shumë e madhe, por jemi të sigurt që populli shqiptar, me anë të prokurorisë dhe gjyqtarëve shqiptar, do të jetë në gjendje ta luftojë këtë tumor, kancer. Michel Carbone, drejtori antimafias italiane, dha detaje për mega operacionin ndërkombëtar Ura. Ai theksoi se personat e përfshirë kishin kontakte që shkojnë përtej Italisë e Shqipërisë. Sigurisht çdo hetim është një hetim më vete. Në këtë hetim të veçantë në territorin italian nuk ka të përfshirë zyrtar shtetëror ose nuk janë verifikuar episode të korrupsionit. Nuk do të thotë që në vendin tonë nuk verifikohen episode të pjesëmarrjes dhe bashkëpunimit me forcat e policisë apo të aparatit politik administrativ. Natyrisht, për të bërë gjithë këtë, duhen bërë verifikime dhe në këtë rast specifik nuk kanë rezultuar episode që janë verifikuar në territorin tonë. Por kjo nuk do të thotë që në Itali mungojnë non siamo investiti anche da fenomeni di questo fenomenet e këtij tipi. In altre indagini në hetime të tjera naturalmente emergono episodi sia che kanë rezultuar episode që përfshin aparatet të politikës dhe administratës, delle forze di polizia, si dhe përfshirja e forcave të policisë apo kategorive të tjera. Ndërkohë, përfaqësuesi Eurojust Gianluca Forlani deklaroi se është konstatuar trafikimi rreth 4,5 milion euro.